Ambasada amerikane në Tiranë paralajmëron qytetarët e saj që të shmangin protestën e sotme të thirrur nga opozita në orën 17 në bulevardin Dëshmorët e Kombit pranë godinës së kryeministrisë. Sipas njoftimit zyrtar, ekziston rreziku që protesta të përshkallëzohet, duke sjellë tensione, mbyllje rrugësh dhe ndërprerje trafiku në qendër të qytetit. Ambasada thekson se edhe pse protestat shpesh nisin paqësisht, situata mund të precipitojë shpejt. Kujtohet se në protestën e fundit pati incidente me fishek zjarre e molotov drejt kryeministrisë, ndërsa policia reagoi me gaz lotësielës dhe ujë me presion. Disa protestues u shoqëruan, por më pas u liruan nga gjykata. Qytetarëve amerikanë rekomandohet ta shmangin zonën, të monitorojnë mediat lokale, të jenë vigjilent, të kufizojnë shpërqendrimet në publik dhe të kenë një plan emergjence, ndërkohë që edhe ditën e sotme policia ka publikuar një plan masash me prezencë të shtuar të forcave të rendit, por edhe me bllokimin e disa akseve që lidhin këtë zonë ku do të zhvillohet protesta. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë në Bruksel ku u takua me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Takimi, organizuar në formën e një darke pune informale, u përqendrua te procesi i negociatave të Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe dialogu politik me vendet kandidate. Megjithatë, vizita po interpretohet nga qarqe kritike si një përpjekje e Ramës për të siguruar mbështetje në një moment të vështirë për qeverinë. Sipas këtyre zërave, zhvillimet e fundit përfshi rastin Balluku kanë dëmtuar imazhin e ekzekutivit në sytë e disa shteteve anëtare dhe kanë shtuar skepticizmin për standardet e qeverisjes dhe transparencës. Në këtë klim, takimi me Kostën shihet si një lëvizje diplomatike për të forcuar aleancat brenda Bashkimit Evropian, edhe për të zbutur qëndrimet kritike që mund të ndikojnë në ritmin e negociatave. Në gjykatën kushtetuese ka nisur shqyrtimi i ankimit të Partisë Demokratike mbi ndryshimet në rregulloren e kuvendit, miratuar në fillim të legjislaturës së re me votat e mazhorancës që prodhuan tensione në sallën e parlamentit. Partia Demokratike e përfaqësuar nga 39 deputet dhe avokati Marashlogu kërkon shfuqizimin dhe pezullimin e vendimit numër 57 datë 16/9/2025, duke argumentuar se ndryshimet cënojnë parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Demokratët theksojnë se vendimi reflekton ndërhyrje të pushtetit ekzekutiv në kompetencat kushtetuese të legjislativit për vetë rregullimin e funksionimit të kuvendit. Logu shpreh se ndërhyrjet përfshir propozimet e kryeministrit Edi Rama për përbërjen e komisioneve parlamentare, përbëjnë cënim të ndarjes së pushteteve, pasi vendimet duhet merren vetëm nga deputetët dhe çdo mbledhje e thirrur në mënyrë jo kushtetuese është nul sipas nenit 78.2 të kushtetutës. Gjykata kushtetuese do të shqyrtojë kërkesën për pezullim deri në vendimin përfundimtar. Shqipëria ka shënuar rënje në indeksin e perceptimit korrupsionit për vitin 2025, duke marrë 39 pikë nga 42 që kishte një vit më parë. Në renditjen globale, vendi zbret në pozicionin e 91 nga 182 shtete, 11 vende më poshtë, krahasuar me vitin 2024. Kosova gjithashtu pëson rënje me 43 pikë dhe vendin e 76, 3 pozicione më poshtë. Sipas Transparency International, indeksi mat korrupsionin në sektorin publik përfshir rishfetin, keqpërdorimin e fondeve, kapjen e shtetit, mungesën e transparencës dhe dobësinë e sistemit gjyqësor. Rajoni i Europës Lindore dhe Azisë Qendrore mesatarisht ka vetëm 34 pikë, duke reflektuar institucione të dobta e prapambetje demokratike. Raporti thekson se në Ballkanin Perëndimor problem mbetet mungesa e transparencës në investimet e mëdha publike dhe presioni ndaj drejtësisë së shoqërisë civile. Megjithatë, vende si Ukraina, Moldavia dhe Armenia po tregojnë se progresi është i mundur kur forcohen institucionet e pavarura dhe mbrohet hapësira qytetare. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se Shqipëria nuk ka ekzekutuar 6 vendime përfundimtare të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit me një vlerë totale prej 17.9 milion euro. Bara më e madhe lidhet me çështjen Sh kundër Shqipërisë, që përbën rreth 13.3 milion euro dhe mbetet e pazbatuar që nga viti 2018. 5 çështje të tjera, disa prej tyre përfundimtare, prej më shumë se 7 vitesh vijojnë të mos zbatohen, duke shtuar kamatvonesat dhe rritur koston reale për buxhetin. Kontrolli i lartë i shtetit thekson se kjo situatë bie ndesh me nenin 46 të Konventës Europiane, që detyron shtetet të zbatojnë vendimet e Gjykatës Europiane për të drejtat e njerëzit. Raporti evidenton gjithashtu se Ministria e Financave nuk ka llogaritur interesat e vonesave në raportet e borxhit publik, ndërsa Avokatura e Shtetit nuk ka një pasqyrë të plotë të detyrimeve shtesë. Ndërkohë janë konstatuar edhe gjoba për vonesa në deklarime dhe pagesa dietash pa dokumentacion. KLSH paralajmëron se mungesa e koordinimit dhe dobësitë në menaxhimin financiar përbën rrezik serioz për financat publike dhe për respektimin e detyrimeve ndërkombëtare të Shqipërisë. Banorët e fshatit Imsht, njësia Bubullim e Lushnjës, dolën sot në protest përpara komisariatit të qytetit
për të mbrojtur tokat që i kanë prej dekadash, të cilat po pretendohen nga Elton Çekrezi, pronari i kompanisë Natyra Energji SHPK për ndërtimin e një kompleksi fotovoltaik. Banorët denoncojnë se dokumentacioni i prezantuar nga pretenduesi është i pavlefshëm dhe se toka ndodhet brenda argjinaturës së lumit Seman, ku ndërtimet janë të ndaluara sipas ligjit nr. 111/2012. Projekti është refuzuar edhe nga Komiteti i Investimeve Strategjike me vendim të firmosur nga Kryeministri Edi Rama më 6 qershor 2023 për shkak të mbivendosjes me gasjellsin TAP. Më herët ka qenë deputeti socialist Erion Braçe, ai që ka akuzuar se toka po grabitet nga një individ i mbështetur nga policia dhe politika lokale. Banorët paralajmërojnë se nuk do të pranojnë tjetërsimin e tokave, ndërsa SPAK dhe strukturat e antikrimit ekonomik duhet hetojnë burimin e 109 milionë eurove të pretenduara për këtë investim. Ky rast ngresh shqetësime për grabitje të tokës publike, përdorim të kompanive fantazm dhe presione mbi komunitetin lokal, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme ligjore dhe hetimore. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet ndaj kryebashkiakut të Kavajës Elvis Roshi dhe ka kërkuar në gjykatë kalimin e çështjes për shqyrtim. Roshi akuzohet për shpërdorim detyre lidhur me parregullsi në procedurat tenderuese gjatë kohës së drejtimit të Bashkisë Kavaj. Hetimi nisi pas kallëzimit të kontrollit të lartë të shtetit në 2015, që evidentonte një dëm ekonomik prej 33 milion lekësh për rikonstruksionin e qendrës së qytetit dhe ndërtimin e rrugëve. Auditimet për periudhën 2013-2014 nxorën në pa 12 procedura problematike, përfshirë përjashtimet pa drejta të operatorëve dhe skualifikime me llogaritjet pasakta. Dosja fillimisht u trajtua nga Prokuroria e Durrësit, por SPAK e mori më pas në dorëzim, duke kryer edhe kontrolle personale dhe sekuestroi celularin në maj 2025. Çështja do të shqyrtohet nga gjyqtarja Rudina Palloj, duke hyrë kështu në fazën gjyqësore pas një hetimi të rihapur. Policia e Tiranës ka zbatuar një vendim gjykate për sekuestrimin preventiv të një apartamenti dhe një garazhi me vlerë rreth 200.000 euro në zonën e Selitës. Pasuritë rezultojnë në pronësi të Pajtim Braçajt, 63 vjeç, i dënuar në Shqipëri për trafik narkotikësh, dhe Gjino Leshajt, 44 vjeç, i dënuar në Itali për të njëjtën vepër penale. Operacioni i koduar burimi u zhvillua nga seksioni për hetimin e pastrimit parave dhe aseteve kriminale në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, me fokus gjurmimin e pasurive me burim kriminal brenda dhe jashtë vendit. Sipas policisë, hetimet vijojnë për identifikimin dhe sekuestrimin e aseteve të tjera që mund të lidhen me veprimtari kriminale të këtyre shtetasve apo personave të afërt me ta. Sot është dita e dytë e deklaratave përmbyllëse në Hag, në kuadër të procesit ndaj shkrerëve të UÇK-s, ku një ditë më parë u shpall dhe pretenca e prokurorisë për të katërt, Hashim Thaçin, Recep Selimin, Kadri Veselin dhe Jakub Krasniqin, plot 180 vite burg. Ata përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ndërsa të gjithë kanë deklaruar pafajësi. Sipas akt akuzës, ngjarjet e dyshuara kanë ndodhur nga marsi 98 deri në shtator 99 në disa zona të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë. Pas përfundimit të deklaratave përmbyllëse, çështja i kalon trupit gjykues. Gjyqtarët kanë 3 muaj kohë për të shpallur vendimin me mundësi shtyrje nëse e vlerësojnë të nevojshme. Ndërkohë, në një reagim të vonshëm mbrëmjen e djeshme, kryeministri i Kosovës Albin Kurti theksoi se lufta e UÇK-s ishte një luftë e drejtë për mbijetesë dhe dinjitet në rrethana okupimi dhe dhune sistematike. Kurti paralajmëroi se shkëputja e veprimeve individuale nga konteksti historik dhe politik rrezikon të deformojë të vërtetën e luftës. Sipas tij, UÇK-ja nuk ka pasur plan shfarosje ndaj civilëve apo popujve të tjerë dhe kërkesa për dënime kaq të larta nuk mbështetet me standarde të pranuara ndërkombëtare. Ai shtoi se kjo qasje ignoron realitetin e kohës dhe vendos çështjen në një vakum juridik. Në përfundim, Kurti ritheksoi se institucionet e Kosovës do të mbrojnë vlerën dhe dinjitetin e luftës çlirimtare, duke kundërshtuar çdo përpjekje për shtrembërim të saj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dorëzojnë aleatëve europian 2 seli operative të NATO-s në kuadër të një riorganizimi që synon rritjen e përgjegjësisë së Europës për sigurinë e saj. Italia do të marrë komandën e krahut jugor në Napoli, ndërsa Britania e Madhe do të drejtojë komandën e forcave të përbashkëta aleate në Norfolk, që mbulon krahun verior. Në këmbim SBA do të marrin komandën e forcave detare të NATO-s në Markham me selinë në Northwood, Britaninë e Madhe. Ndryshimet pritet të hyjnë në fuqi brenda pak muajsh dhe konsiderohen si një transferim real i përgjegjësive drejt aleatëve europian. Megjithatë, Washingtoni ruan rolin kyç në aleancë duke mbajtur komandën e forcave toksore, ajrore dhe detare, si edhe postin strategjik të komandantit suprem të NATO-s për Europën, që tradicionalisht drejtohet nga një oficer amerikan. Autoritetet iraniane kanë arrestuar Azar Mansurin, drejtuese e koalicionit kryesor reformist, në kuadër të një vale të re goditjesh ndaj opozitës. Sipas burimeve mediatike dhe organizatave të drejtave të njerëzit, të paktën 5 figurat njohura reformiste janë ndaluar ditët e fundit. Arrestimet vijnë pas protestave të gjera antiqeveritare të janarit, ku grupet e të drejtave të njerëzit raportojnë mbi 6.000 viktima gjatë përballjeve me forcat e sigurisë
ndërsa theksojnë se bilanci real mund të jetë edhe më i lartë. Mansuri kishte kërkuar hetim të plot për ngjarjet, duke deklaruar se e vërteta nuk duhet të fshihet. Mes të arrestuarve janë edhe Hossein Karubi, Javed Emam, Ebrahim Agjerzadeh dhe Mohsen Aminzadeh. Prokuroria në Teheran i akuzon për sulm ndaj unitetit kombëtar dhe bashkëpunim me SBA dhe Izraelin, akuza që shpesh përdoren ndaj kundërshtarëve politik. Zhvillimet ndodhin në një moment delikat diplomatik vetëm pak ditë pas bisedimeve fillestare Iran-SBA në Oman për programin bërthamor. Performanca e Bad Bunnyt në Super Bowl 2026 u bë menjëherë një fenomen global duke dëshmuar statusin e tij si një nga artistët më me ndikim të dekadës. Sipas Apple Music, reagimi i publikut ishte masiv, seti i këngëve të interpretuara u bë më i dëgjuari në mbar botën vetëm pak minuta pas përfundimit. Bad Bunny dominoi Apple Music Daily Top 100 Global me 23 këngë në listë, nga të cilët 9 në Top 25 dhe 5 në Top 10. Kujtojmë se hite si I Like It u rikthye në lista pas më shumë se 5 vitesh. Nënkryetari i Apple Music dhe Beats e përshkroi këtë sukses si dëshmi të një baze fansash jashtëzakonisht besnik det rolit të Bad Bunnyt në kulturën muzikore globale.